Jo, ne nuk do ta votojmë, ashtu siç e dini edhe jo edhe qytetarët e Republikës Kosovës, ne kemi marrë disa ftesa për me hyme një koalicion me lëvizjen vetëvendosje që nga fillimi, domethënë kur ka fillu hapat e parë për konstituimin e kuvendit, ne të gjitha ato i kemi refuzuar për arsye që mendojmë që nuk Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është e gatshme të qeverisë me lëvizjen vetëvendosje, duhet pas parasysh që qeverisjen e tyre gjatë 4 viteve të kaluara, domethënë ata kanë keq qeverisme të gjitha dikasteret, në të gjitha dimensionet, të gjitha ministritë, kështu që kësaj radhe ne nuk do të bashkëqeverisim e as nuk do ta votojmë qeverinë e lëvizjes vetëvendosje. Jo, ne nuk kemi pasur ftesa, ne kemi pasur disa ftesa të cilat kanë qenë edhe publike prej lëvizjes vetëvendosje që kanë ardhur në drejtim të Lidhjes Demokratike të Kosovës për një koalicion të mundshëm mes Lidhjes Demokratike dhe Lëvizjes Vetëvendosje, të cilat edhe ne publikisht i kemi refuzuar për arsye që mendojmë që nuk është i duhur një koalicion mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, duhet pas parasysh që ne dallojmë jashtëzakonisht shumë, duhet pas parasysh që për Lidhjen Demokratike të Kosovës njëri prej misioneve kryesore të LDK-s është mbajtja e raporteve me aleatët tonë ndërkombëtar, duhet pas parasysh që këta gjatë 4 viteve i kanë dëmtuar jashtëzakonisht shumë interesat tona në raport me miqtë tonë, edhe duhet pas parasysh që Kosova është nën sanksione, ne nuk do të kontribuojmë në vazhdimin e një qeverisje prej lëvizjes vetëvendosje, kështu që nuk kemi marrë ftesa tash së voni, mirë po ato ftesat që i kemi marrë publike, që kanë qenë 2 ose 3 prej tyre, i kemi refuzuar publikisht. Ne nuk kemi qenë të interesuar as për me e ditë ofertën e tyre, për atë arsye as nuk kemi shku në takim kur na kanë ftu për me diskutu rreth ofertës. Për arsye që kjo nuk është punë oferte, nuk është punë interesi, është punë për të mirën e Kosovës. Kështu që për këtë arsye ne edhe kemi refuzuar këtë ftesë. Fillimisht bariera e parë është paaftësia e lëvizjes vetëvendosje për me qeverisë me vendin. Kosova gjatë 4 viteve të kaluara ka dështuar në ekonomi, ka dështuar në marrëdhënie ndërkombëtare, ka dështuar në bujqësi, ka dështuar në kulturë, ka dështuar në rini, ka dështuar në çdo dikaster me të cilin e kanë qeverisë. Në të gjitha dikasteret ka afera të mëdha korruptive e në të gjitha dikasteret ka dështime të mëdha edhe asnjë progres i Kosovës sa i përket zhvillimit ekonomik, urbanizmit e të tjera. Kjo është arsyeja e parë, bariera e parë që i pengon Lidhjes Demokratike të Kosovës me pas një koalicion me lëvizjen vetëvendosje e para, e dyta Lidhja Demokratike e Kosovës ka punuar fuqishëm që ta shëroj polarizimin në Kosovë, gjuhën e urrëties, fyrjet, sharjet, ne e dimë diskursin që e ka përdorur lëvizja vetëvendosje ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe gjatë 4 vjetëve sa kanë qeverisë, edhe gjatë fushatës, edhe pas fushatës fatkeqësisht, kështu që LDK nuk bashkëpunon me lëvizjen vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje prej datës 15 prill kur është thirrë seanca e parë për qëllim konstituimin e kuvendit, çdo 48 orë si një vjersh e përsëritur ka thonë që i kemi numrat për qeveri, nuk i kemi numrat për kuvend. Kur Lidhja Demokratike e Kosovës është siguru që është gjithçka në rregull me kushtetutshmërinë e vendit, ne ja kemi mundësu që ai me konstituu kuvendin edhe i ka pas numrat për kuvend që ka thonë nuk i kam. Tash është koha e tij me na e dëshmu neve edhe qytetarët e Republikës Kosovës se a ka gënjy çdo 48 orë kur ka thonë që i kam numrat për qeveri. Kështu që i kanë mbetë edhe 10 ditë kohë me e dëshmu që ka qenë e vërtet çdo 48 orë që ka thonë i kemi numrat për qeveri, nuk i kemi numrat për kuvend, kuvendi është konstituu, vazhdojeni, bëjeni qeveri. Unë mendoj që zgjedhjet janë gati se të pashmangshme. Për arsye që nuk po shoh ndonjë vullnet të lëvizjes vetëvendosje për ta kriju qeverinë, edhe çashtu që shqetësika edhe më herët që të gjitha ato fjalët kanë qenë fjalë për ushqim të elektoratit të tij e jo diçka konkrete që e ka pas kur ka thonë që i kemi numrat.